Dështimi i Partisë Socialiste në qarkun Tiranë është i dukshëm. Mazhoranca, edhe pse dërgoi numrin 1 të parlamentit Elisa Spiropali dhe senatorin Pandeli Majko, ka humbur në bashkitë Kamës dhe Kavaj. Leximi me kujdes i rezultateve në këto zona tregon një realitet politik që më shumë se hapur është luajtur në prapasken. Në Kamës, për shembull, edhe pse Agron Sheha ka marrë rreth 1500 vota, që janë natyrisht djathtas, dhe gati kaq partia e Lulzim Bashës me Shemsi Prençin, PD është në një avantazh prej 1000 votash ndaj PS-s, kur Bashkin një vit më parë ka marrë lehtësisht Rakip Suli, që është familjar me Prençin, sinjal që tregon se kemi vota tribale. Politikisht, kreu i qarkut Elisa Spiropali dhe e dërguara Lindita Nikolla, të cilat ishin të dyja në listën e mbyllur, kanë humbur, po si kanë humbur. Edhe vendosja në listën e mbyllur tregon një realitet politik të qartë, një marrëveshje e pashkruar e Edi Ramës me Tom Doshin, partia e të cilit mori mbi 1700 vota në Kamës. Megjithatë, Kavaja është zona politike më interesante e leximit të votës. Atje Rama kishte dërguar Pandeli Majkon dhe Elisa Spiropalin. Përfundimi, përveç qytetit të Kavajës, PS ka humbur edhe Golemin që e ka patur bastion historik, edhe në ditën më të keqe, ka humbur Helmsin, po ashtu bastion, Synein, dhe ka fituar let në Luz të vogël, zonë ku PS ka fituar edhe në 92-shin. Që Pandeli Majko nuk është ndonjë lojtar që lëviz votat në territor, kjo nuk është më enigmë. Majko në 92-shin doli deputet nga lista proporcionale, në 97-ën fitoi si pjesë e valës Anti Berisha, në 2001 dhe 2005 mezi fitoi në Maliq, duke bërë aleancë me familjen Koloneci, që garoi një antar të saj për komunistët. Në 2013-ën doli deputet në njësim 5 në Tiranë, në 2021-shin humbi por u zëvendësua rrugës, e tani sërish humbi. Majko, edhe pse mburrej se në Kavaj ka një elektorat që e do, sidomos në qerret ku ai jeton në shtëpinë e Vjerrit, është i njohur për tipin e tij jo tërheqës me njerëzit. Në vitin 2021, pasi nuk arriti të thyente Hersin, u mbyll në shtëpi për një kohë të gjatë dhe nuk doli në asnjë aktivitet të PS-s, derisa Edi Rama e garantoi se do të zinte vendin e një kandidati tjetër që do të jepte dorëheqjen, por që sot nuk e ka të garantuar, pasi bazë është numri i votave. Megjithatë, si pak e çuditshme që Spiropali dhe Majko nuk mundon të bindin bastionet e PS-s në Kavaj të votonin për ta, kur në 2021-shin Erion Veliaj si kryetari i qarkut e bëri me diferencë të madhe. Këtu duket qartë dhe fort faktori Elvis Roshi, ish kryebashkiaku i Kavajës, dhe Jarani Edi Ramës u përmend shumë në këtë fushat pasi kishte kandidat për PD-n, ushëririn e tij Elton Roshi. Roshi u përmend nga Spiropali dhe nga Rama, jo duke e sulmuar, por për të nxjerrë Berishën se po punon me kriminalët tan. Nga ana tjetër, kriminali i Ramës i thau jo kënetën, por detin e votave PS-s dhe Pandeli Majkos. Sipas gjasave, Edi Rama është më i sigurt me Elton Roshi në parlament sesa me Majkon, të cilin e ka dërguar me të shumtit senator, që do të nisin quravitjet e sharjet për lavdinë e dikurshme të PS-s, që i bëri ata kryeministra e ministra. Ndërkohë Ramës i ngelet lista e mbyllur dhe ata që kanë fituar sipas orientimit të tij ose e shokëve të tij, si për shembull Orlandoja i Qifes, që i dha triumfin PS-s në Vore e Rrogozhin. Shkurt, Rama lëshoi Pandeli Majkon siç bëri edhe me Lalierin për të mbajtur Tomën, Qifen, Elvisin e deputeten e Suel Çelës, me të cilët ndihet i sigurt për Shqipërinë në BE-n e Horrave.